يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndërimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur muslimanë që më të nderuam, jemi duke folur rreth asaj se si të mbrohemi nga zjarri i xhehenemit, si të mbrohemi nga ky zjarr i cili është zjarr përvelues, një zjarr që zjarri i dunjos është vetëm një pjesë e vogël prej 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit, veç kaq nëse krahasojna. E si të mbrohemi prej atij zjarri që Allahu Azza wa Jalla atë e ka përgatitur për pabesimtarët, por pjesërisht e ka përgatitur edhe për mëkatarët, derisa ata të lahen për mëkateve të tyre e pastaj me dal prej atuit. Prej rrugëve që na jemi që shpëtojmë prej zjarmit të xhehenemit është falja dhe rujtja e 5 vakteve të namazit. Falja e 5 vakteve të namazit është prej pikave më kryesore pas shahadetit që na mbron neve prej zjarmit të xhehenemit. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që e sjell Imam Ahmedi dhe të tjerë. Dhe Sheikhul Albani të hadith është i vërtet. Tha pejgamberi alayhi salam: "Men hafadha ala salawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahun haqqun min 'indillah, dakhala al-jannah." Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush i fal 5 vakte të namazit, edhe është i kujdesshëm në rukut e tyre, është i kujdesshëm në rukut e këtyre namazeve, edhe i kujdesshëm në sejdët e tyre, edhe i kujdesshëm në kohën e këtyre namazeve, tha pejgamberi sa edhe e din që është e vërtet, falja namazit është e vërtet dhe urdhër nga ona Allahut, tha pejgamberi sa dakhala al-jannah, ai njeri do të hyjë në xhennet. Verseti tjetër wajibat lahu al-jannah, i bëhet oblikim xhenneti. Dhe verseti tjetër thotë hurrima 'ala an-nar, i bëhet haram zjarmi i xhehenemit ai njeri. Nëse je i kujdesshëm ashtu që duhet për namazin tan, për 5 vaktet je i kujdesshëm, edhe i kujdesshëm si në kohën e tyre, rukut e tyre, sejdët e tyre, edhe e din që është prej Allahut kjo obligim, edhe ti e çon vend, tha pejgamberi alayhis salam, haram e ka zjarmi, e ka të ndaluar zjarmi i xhehenemit me kap këtë njeri. Pastaj tha pejgamberi alayhis salatu në hadith tjetër që sjell Imam Ahmedi dhe Ahmed Shakiri për muhadithin me këtë hadith është i vërtet. Tha pejgamberi alayhis salam, thotë një ditë për ditëve pejgamberi sa më nisi po përmend namazin, folke për vlerën e namazit, edhe në mesin e tyre tha: "Men hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatu yawm al-qiyamah." Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur janë nisi me fol për vlerën e namazit, ju drejtoi shokëve të vet dhe i tha: "Nëse e falni namazin me atë hadithin paraprak dhe jeni të kujdesshëm në namazet tuaja, tha atëherë ky namazi i ti do t'i bëhet argument, dërit dhe shpëtim para Allahut Azza wa Jall. Argument për ty se vërtet ke qenë njëri i mirë, edhe drit për ty nuk je në mesin e atyre që janë errësirë, por je drit se njeriu që fal namaz, fytyra dhe gjymtyret e tij lëshojnë dritë ditën e gjykimit. Prandaj tha pejgamberi se është argument për ty, dritë për ty, edhe shpëtim para Allahut Azza wa Jall. Tha: "Wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najat." E nëse tha nuk e ruan namazet, s'do të kesh argumenti para Allahut Azza wa Jall me arsyetu më. Edhe dritën nuk do të kesh para Allahut,
dhe shpëtimi nuk do të rrok ty, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Vazhdon hadithi: "Wa kanat yawm al-qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Bili tha fundi hadithit, tha nëse je prej aty që hiç nuk e ruan namazin ti, hiç nuk je i kujdesshëm për namazin, tha pejgamberi alayhi salam, a din se kush do të jetë shoqëria jote në ditën e gjykimit? Në ditën e gjykimit, shoqëruesit tu do të jenë njerëzit më të këqij që kanë njoftë historia, si Firauni, Haruni, edhe Ubej ibn Khalefi, edhe Hamani. Këta më të këqij që kanë njoftë historia, shoqërinë e atyre që nuk e ruajnë namazin, tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Prandaj, edhe me një hadith tjetër që vjen prej Enesit, e ka sjellë Imam Tirmidhiu dhe Sheikhul Albani të hadith është i vërtetë. Tha pejgamberi sallam: "Man salla lillahi 40 yawman fi jama'a, yudriku at-takbirat al-ula, kutibat lahu bara'atan." Tha pejgamberi sallam: "Nëse juve ju rastis veç 40 ditë me zon tekbirin fillestar të çdo namazi, veç 40 ditë. Nëse je e zën tekbirin fillestar të çdo namazi, i shënohen tha atina dy siguri. I bëhen ati dy sigurime, i bëhen këtij njeriu, ose është i shpëtuar prej dy problemeve të mëdha, cilët janë ato? Tha bara'atu minan nari, do të shpëton prej zjarmit të xhehenamit, wa bara'atu minan nifaq, edhe do të jetë i shpëtuar prej dyftërsisë. Nëse mundesh veç 40 ditë, me nejt strikt dhe preciz, që asnjë namaz mos me tik tekbiri fillestar me qenë pas hoxhës, veç 40 ditë, atëherë do të jesh i sigurt se nuk do të hysh në zjarmin e xhehenamit. Dhe një herët do të jesh prej atyre që i sigurt se s'do të jesh dyftërsh. Nuk do të jesh munafik, veç kaq. Prandaj, duke po kësi lloj haditesh, e pata përmend herën e kaluar prej tyne Yahya ibn Ma'ini. A di si pat vepru? Ai ndëgjoi hadithin 40 ditë, por ai e bëri 40 vite. 40 vite, 40 vite nuk i ka ik tekbiri fillestar Yahya ibn Ma'init. Për me qenë i sigurt, murujt prej zjarmit të xhehenamit. Ndërsa ajo që të ba ty më të rujt prej zjarmit të xhehenamit kur jemi te namazi, është edhe ajo nëse e run dhe je shumë i kujdesshëm në namazin e sabahut, sepse namazi i sabahut është prej më të vështirëve prej atyre që kanë dyshime dhe kanë probleme në zemrat e tyre. Nëse e run namazin e sabahut dhe të ikindijës i run fort këtu dyja, atëherë je prej atyne që me lejen e Zotit do të shpëtosh prej zjarmit të xhehenamit. Që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin që e sjell Imam Muslimi, tha lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Nuk do ta prek zjarri atë njeri që është i kujdesshëm dhe e falet para se me lind dielli edhe para se me perëndu dielli. Pra e fal mëngjesin sabahun dhe e fal ikindin që është para se me perëndu dielli. Tha këtë njeri, nëse është i kujdesshëm këtu dy namaze, tha atë nuk do ta kap, do të jetë i sigurt prej zjarmit të xhehenamit. Ndërsa jo veç kaq, por nëse je i sigurt në këtu dy namaze, i run ashtu që thot dini Islam. Jo veç kaq, por ty të sigurohet edhe xheneti. Sigurohet xheneti që tha pejgamberi alayhis salam. Hadithin që sjell Buhariu dhe Muslimi, tha: "Man salla al-bardatayn dakhala al-janna." Kush i fal dy namazet në kohë të ftofta, dy namazet kur janë në kohën e ditës pak më e ftoftë, ajo është mëngjesi, dhe kur fillon mu zvoglu, edhe mu ul temperatura e ditës ka ikindia. Tha pejgamberi, pra kush e fal sabahin dhe ikindien, tha ai do të hyjë në xhennet. Jo veç kaq, po atë shumë Allahu të shpërblen ty. Pra nuk të ban të më shku në zjarmin e xhehenamit nëse je i kujdesshëm prej namazeve, e kujdesin më të veçantin jashton këtyre dy namazeve, sabahit dhe ikindis. Po shpëtoj ka Allah prej zjarmit të xhehenamit, po të fut kanë në xhennet. Jo veç kaq, por e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse fort mesin e këtë namazeve por edhe këtu fort i rujmë, do ta shohmi fytyrën e Allahut azza wa jall ditën e gjykimit. E që s'ka kënaqësi më të madhe për një xhenetli që hyn xhennet, s'ka kënaqësi më të madhe se ajo që kur e shohin fytyrën e Allahut azza wa jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin që sjell Buhariu dhe Muslimi. Një ditë për ditëve
Ishtin sahabit, shokët e pejgamberit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe e shikun hanën e plot, kur ishte hana në natën e 15-16. E shikun të plot. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar, la tudammuna fi ru'yatihi." Jo shokët e mi tha, do ta shihni Allahun. Edhe s'keni me pas problem mu shty njëri me tjetrin shama rrugën tashë. Qashtu qysh nuk po keni problem me po hanën e plot. Kështu tha do ta shihni Allahun azza wa jall. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. E nëse doni vërtet me po Allahun tha, kujdes të veçantë kushtoni namazit sabahut dhe namazit të ikindijes, tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Jo veç kaq. Po nëse dikush ka fal disa namaze, ose i ka fal krejt, por mëkatet e tij jashtë në namazet e kanë arrit kulmin. Mëkatet e tij kanë arrit kulmin. Ai mundësia ose rreziku për të është mu fut në zjarmin e xhehenamit, e mu shpërlau për ato mëkate që i ka bën, e pastaj me dal prej atujt. Por Allahu azza wa jall, për me të nderu ty që e ke vendos fytyrën tënde sen gjymtyrën më të çmueshme të njeriut, e ke vendos dhe e ke ul për Allahun, Allahu azza wa jall i ban haram edhe zjarmit të xhehenamit fytyrën tënde, edhe nëse je në zjarmin e xhehenamit për një kohë caktuar. Edhe nëse je në zjarmin e xhehenamit për një kohë caktuar, fytyrën tënde që ka rau për Allahun të ka bërë namaz. Edhe disa thanë edhe durt, edhe gjunjët e tu, edhe këmbët e tua që janë nënshtru, dorzu, dhe për Allahun azza wa jall nuk do t'i prek zjarmi i xhehenamit. Që shta pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që e sjell Buhariu dhe Muslimi tha: "Ta'kulun nar ibn Adam illa athara sujudi." Tha o ju njerëz, tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, nëse ju rastis ndaj kujt prej muslimanëve me hin zjarmin e xhehenamit, Allahu e ban zjarmin e xhehenamit çdo gjymtyr tënde, zjarmi ka me prek. Tha pejgamberi sam illa athara sujud, me përjashtim të gjurmeve të sejdës. Tha harram Allahu ala nari an ta'kulu athara sujud, se Allahu ja ka bërë haram zjarmit të xhehenamit me i prek vendin e sejdës që ti e ke bën. Fytyrën tënde apo fytyrën dhe durt dhe gjunjët dhe këmbët e tua. Pra Allahu ja ka bërë haram zjarmit të xhehenamit me i prek ato, veç edhe nëse je i mbushur me mëkate, e duhesh me himu shpërla një herë në xhehenem, prapse prap je i sigurt prej kësajna. Pra kjo është ajo që neve na ban me mbrojt prej zjarmit të xhehenemit, me urujt prej zjarmit të xhehenemit, pas shahadetit është namazi. Lusmi Allahun azza wa jall që të na ban për atyre që namazet tona i falmi dhe adhojmë hakun sejdëve, rukuve dhe e ngulitmi në mendjet dhe zemrat tona se vërtet kjo është urdhër i Allahut azza wa jall. Jo që njerëzit e bojnë për çefi vet, por është urdhër i Allahut azza wa jall dhe na pasaj urdhën e Allahut e çojnë në mend. Inshallah Zoti na ban që t'ia dhojmë në hakun këtij obligimi, e pasaj bën sebeb ky obligim namazi të na shpëton prej zjarmit të xhehenamit. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.